Për mijëra vjet, njerëzit kanë ngritur syt drejt qiellit dhe kanë vrarë mendjen se çfarë fshihet përpara tyre në jetën tjetër. Nga natyra, shpirti ynë dëshiron një përgjigje për atë që mbase është misteri më i madh i jetës. Se çfarë na pret kur të kalojmë derën për në botën tjetër. Por Perëndia nuk i fshet detajet për vendin ku do të jetojmë përjetësisht. Shikoni në fjalën e Perëndisë dhe do të shihni një copës të parajsës, rrugë më të shndritshme se ari. Froni vezulluesi Perëndisë dhe shtëpia e përjetshme Jezus Krishtit. Të gjitha detajet madhështore janë shkruar në faqet e shkrimit. Si do të duket parajsa? Si do të shkojë shpirti ynë aty? A do të ribashkojmë me të dashurit tanë kur të shkojmë aty? Dhe si do të duket trupi ynë për gjithë përjetësinë? Këto janë vetëm një pjesë e vogël e gjërave që mund të dimë për përjetësinë, që na premtohet se do të jetë një vend përtej ëndrave tona më të çmendura. Ju mjafton vetëm që të hapni Biblën dhe të zbuloni se brenda saj Perëndia po na zbulon misteret e parajsës. Tani, po ju lëm me mikpritësin tuaj dhe mësuesin e Biblës, Dr. David Jeremia. Historia, ose të paktën legjenda, thot se kur një eksplorues spanjoll me emrin Ponce de Leon eksploroi atë që sot njihet si Florida më 1513, ai po kërkonte burimin e rinisë. Ne dim se ai nuk e gjeti dot sepse shumë njerëz po e kërkojnë ende edhe sot. Padyshim që nuk ka asgjë të keqe të përpiqesh të qëndrosh energjik dhe i shëndetshëm, por vjen çasti kur koha merr haraqin e saj, përveç se në një vend. Parajsa do të jetë një vend ku trupi ynë nuk do të dobësohet kurrë, ku nuk ka sëmundje dhe as lëndime dhe as plakje. Sot do të zbulojmë një tjetër mister të parajsës, teksa diskutojmë shndrimin ekstrem dhe përfundimtar. Nëse do doni të përjetonit një shndrim të plot fizik, atëherë do doni të dëgjonit se si mund ta realizoni këtë në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Benjamin Franklin në epitafin e tij ka shkruar diçka për trupin që kemi tani, për të cilin tha se prehet në varr si kopertina e një libri të vjetër, me faqet e tij të grisura, i zhveshur nga gërmat, por që do të shfaqet edhe një herë në një botim të ri dhe më elokuent, i korrigjuar dhe i korrektuar nga vetë autori. Çfarë mënyre e mrekullueshme për ta përshkruar atë që do të na ndodhë ne një ditë, kur trupat tanë të marrin shndrimin ekstrem dhe përfundimtar. Tek 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 35, Pali shtron për paranesh një pyetje që në fakt është edhe pyetja e mesazhit të sotëm. Ja cila është pyetja, por do të thot ndonjë, si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Dhe në vargjet që vinë më pas, Pali na jep një kontrast mes trupit që kemi tani dhe trupit që do të kemi një ditë, dhe duke e bërë këtë, ai në të vërtet konturon për ne të gjitha aspektet e ndryshme të shndrimit ekstrem dhe përfundimtar. Tani që Bibla tuaja i keni të hapura, dua që të vini re diçka më së pari, kriteri për një trup të ringjallur, kriteri për të ringjallur prej së vdekurish është që të kemi vdekur. Apo jo, ringjallja kërkon vdekjen e trupit. Nuk do të ketë ringjallje nëse nuk ka vdekje në fakt. Mendoj se Pali po argëtohet paksa me Korintasit, kur ai shkruan në vargun 36, o i pamend, thot ai, o i pamend, atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes përpara. Unë mendoj se Pali po i qorton paksa ata dhe disi po u thot, mos u bëni të marr, nuk mund të ketë ringjallje nëse nuk vdisni. Vëzhgimi i parë është kaq i qartë sa i bën një qortim të vogël për lexuesit që nuk arrin ta kuptojnë. Në thelb ai po thotë mos u bëni të paditur apo të marr për këtë, ju nuk mund të bëni dot asgjë për ringjalljen nëse së pari nuk vdisni. Gjoni 12:24 thotë kështu: në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes i jep shumë fryt.
Pali po vendos themelet këtu për të gjithë ne që e kemi kaq të vështirë që madje edhe të flasim për vdekjen. Dua të them se është një fjalë kaq e tmerrshme sa e quajmë fjala me v. Ai thotë se nuk duhet kemi frikë nga vdekja, ne duhet ta përqafojmë, sepse nëse nuk kemi vdekje, nuk mund të kemi as trup të ringjallur. Nëse për ndonjërin prej nesh që ndodhet në këtë sallë do të ishte e mundur që të jetonte përgjithmonë pa vdekur, do të na duhej që të jetonin përgjithmonë me trupat që kemi tani. Çfarë mendimi të tmerrshëm do të ishte ky? Një njeri që vlerësoi shumë për shkrimet e tij mbi disiplinat shpirtërore është një burr që quhet Dallas Willard. Ai tregon historinë e një gruaje që refuzoi të fliste për jetën pas vdekjes. Refuzonte në mënyrë të prerë të fliste për këtë, sepse ajo thoshte nuk donte që fëmijët e saj të zhgënjeshin nëse dilte se nuk kishte jetë pas vdekjes. Tani, siç thekson Willardi, nëse nuk ka jetë pas vdekjes, asnjë njeri nuk do të kishte ndërgjegje me cilën të ndiej i zhgënjur. Le ta mendojmë këtë për një çast. Nga ana tjetër, ai thotë nëse ka jetë pas vdekjes, kushdo që futet në atë jetë i papërgatitur mund të përjetojë shumë më tepër se sa thjesht zhgënjim. Pra, edhe pse nuk na pëlqen të flasim për vdekjen, Pali na ndihmon që të kemi një qëndrim pak më pozitiv që në fillim për këtë dhe thotë shikoni, unë duhet ju tregoj për këtë trupin e ri që Perëndia do t'ju ja, por duhet kuptoni se mënyra se si mund ta merrni këtë trup të ri është se duhet kaloni përmes derës së vdekjes, veçse nëse jeni ende gjallë kur të rikthehet Jezusi. Por për këtë do të flasim pak më vonë. E po edhe pse nuk na pëlqen as pak të flasim për vdekjen, Pali na rikujton se pa të nuk ka ringjallje. Tani gjëja e dytë që ai do të na mësojë në këtë pasazh është se rezultati i ringjalljes është një lloj tjetër trupi. Le të shohim pak të vargjet 37 dhe 38 ndërsa lexojmë Biblat këtu tek 1 Korintasve 15. Ai na thotë dhe atë që mbjell ti nuk mbjell trupin që do të bëhet. Ndoshta grur ose ndonjë far tjetër, po Perëndia i jep trup si të dojë, se cilës far trupin e vet. Tani ai po thot se trupi që del jashtë varrit është një trup i ndryshëm nga trupi i cili u fut në varr. Duke përdorur një ilustrim që ai thot se nëse futim në tokë një kokër gruri që ajo të mbijë dhe të rritet, ajo që del nga toka nuk është kjo kokër gruri, por është një kërcell i gjelbër që duket shumë ndryshe. Ai është pjesë e kokrës, ai përfaqëson kokrën, por nuk është i njëjti. Dhe Pali na thot zonja dhe zotrinj se kur ne vdesim dhe trupat tanë varrosen dhe futen në tokë në ditën e ringjalljes, ata do të dalin nga toka ndryshe nga si jemi futur aty. Ne nuk do të kemi të njëjtin lloj trupi me të cilin u varrosëm. Ky është i gjithë qëllimi i këtij diskutimi që ai po bën me korintasit. Trupi që shfaqet nga fara që vdes është i ndryshëm nga trupi i cili u mboll. Tani ne e njohim shumë mirë llojin e trupit që ne kemi tani. Një nga mendimet që të brengos më shumë, të cilin ma komunikoj në mënyrë të vazhdueshme sa herë që shkoj në palestër, çdo ditë është kujtesa e vazhdueshme nga të gjithë aty se sa më shumë që plakesh duhet punosh 2 fish më shumë për të ruajtur të njëjtën formë fizike nga sa kemi punuar kur ishim më të rinj. A e brengos dikë tjetër kjo përveç se meje? Dua të them se kështu është kur jeta është shumë e ngarkuar dhe ne na duhet gjithnjë më shumë kohë dhe duhet të përfitojmë gjithnjë më shumë nga kjo kohë për të qëndruar njësoj, që të mos mbetemi pas. Dhe siç e dini, në nivele të ndryshme të gjithë jemi të shtyrë pas kësaj, dhe kështu duhet jemi, sepse ky është tempulli të cilin Perëndia na ka dhënë dhe ne duhet të kujdesemi për të. Por sa prej jush bien dakord me mua se të kujdesesh për këtë tempull po bëhet një punë me kohë plot, a më dëshmon njëri për këtë? E po, apostulli do të na jap disa inkurajime këtu në konturimin e përgjithshëm tek 1 Korintasve, që i përgjigjet pikërisht pyetjes që ai shtron këtu: çfarë lloj trupi duhet të kemi? Ai na përshkruan 4 cilësi të ndryshme të trupit tonë të ringjallur dhe e vendos në kontrast me trupin që kemi tani. Prandaj le të shohim të parën në radhë. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Vargu 42 e thot në këtë mënyrë: kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet, kur lexoni fjalën mbillet këtu nuk kuptohet varrosja. Trupi mbillet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Trupi varroset në prishje dhe ringjallet në paprishje. Tani miq, ka qenë vetëm një trup në të gjithë historinë e universit dhe në të gjithë historinë e kohës. Siç e njohim ne, ka ekzistuar vetëm një trup që nuk i është nënshtruar prishjes, dhe ky është trupi i Zotit Jezus. Psalmisti te Psalmi 16:10 e thot kështu: sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shohë korruptimin. Ka ekzistuar vetëm një trup që nuk pa prishje. Jezusi u varros, por në ditën e tretë ai doli nga varri dhe trupi i tij nuk pa prishje.
Gjëja e parë që na mëson Pali në lidhje me trupat tanë të rinj, dhe kjo duhet na inkurajojë vërtet të gjithëve ne. Gjëja e parë që na mëson ai është fakti që nuk janë si trupat tanë të vjetër. Trupat tanë të tanishëm do të dobësohen. Ne plakemi dhe fillojmë të vëmë re se gjërat nuk funksionojnë më si dikur. Ne zbulojmë se sado që të përpiqemi nuk mund ta ndalojmë dot procesin e plakjes. Nuk më intereson se çfarë thon reklamat, nuk funksionon. Sepse nuk mund të bëjmë dot asgjë për të ndaluar procesin që kalon ky trup të cilin e kuptojmë të gjithë dhe është procesi i plakjes. Ne mund të bëjmë më të mirën që të mundemi për ta ngadalësuar, ne mund të bëjmë më të mirën për ta kamufluar, por nuk mund ta ndalojmë dot. Trupat tanë të tanishëm varrosen në prishje, por trupat tanë të ringjallur janë të paprishëm. Ata nuk e kanë aftësinë të degenerohen dhe të kalben. Kur ne të marrim trupin e ri, do të jetë një trup i përjetshëm. Është një trup për përjetësinë. Ai nuk do të plaket kurrë, ai nuk do të lodhet kurrë. Atë që do ta kemi atëherë, do ta kemi përjetësisht. Ne do të jemi gjithnjë njësoj në jetë të jetëve. Trupi ynë i ringjallur nuk do t'i nënshtrohet ndonjë aksidenti, apo ndonjë sëmundjeje, apo plakjes. Do të jetë i lirë nga dhimbja dhe kalbja dhe nga vdekja. Ai nuk do të dobësohet kurrë, ai nuk do të vdes kurrë, ai do të jetojë më gjatë se yjet. A jeni gati për një trup të tillë? Wow! Gjunjët e mi nuk më lejojnë që të vrapoj si që bëja dikur, por tani nga zbicikletën që është një stërvitje shumë e mirë. Është një shteg ku më pëlqen të shkoj. Edhe tani kam mësuar diçka, me që është hera e parë që e bëj këtë gjatë dimrit. Është një mësim i vështirë. Një ditë i hipa bicikletës dhe nisa të eci aty dhe duhet ju them diçka, as nuk isha filluar të pedaloja. Dhe po fluturoja. Po fluturoja deri në fund. Pastaj më desh që të rrotullohesha dhe të kthehesha. Arsyeja sepse po fluturoja ishte se e kisha erën nga pas. Kur u ktheva e kisha erën kundër me 180 km/h dhe e dini çfarë? Jam lutur gjatë gjithë rrugës së kthimit, kur arrita në shtëpi rash në gjumë si i vdekur, duhet të them ishte e pabesueshme. Dhe mësova një mësim. Mos ec shumë larg me erën nga pas, kur të duhet që të kthesh përsëri deri në shtëpi. Dhe fillova të mendoj për këtë gjatë kësaj jave, kur të shkoj në parajs. Kthimi do të jetë po aq i lehtë sa edhe shkuarja. Sepse do të kem një trup të pashkatrueshëm, të pa lodhshëm dhe të përsosur. Amen? Kjo është gjëja e parë. Trupi që do të kemi, kur të marrim shndërrimin ekstrem, do të jetë i pashkatrueshëm. Më dëshmon njëri për këtë? Amen. Vura re se të moshuarit bërtitën më shumë se sa të rinjt. Mirë, numri 2. Vargu 43. Trupat tanë të rinj do të jenë të identifikueshëm. Tani më dëgjoni pak, këtu kemi një argument të kujdesshëm. Në vargun 43, Pali thot: trupi ynë i tanishëm do të mbillet ose varroset në çnderim, por trupi ynë i ri do të ringjallet në lavdi. Pali thot se trupat tanë të rinj do të ringjallen në lavdi. Fjala e përdorur këtu ka kuptimin shkëlqim. Disa njerëz madje mendojnë se trupat tanë të rinj mund të kenë edhe pak shkëlqim. Nuk e di nëse kjo është e vërtetë, por mbase e kanë marrë nga kjo fjalë. Është një trup i lavdishëm si trupi i lavdishëm i shpëtimtarit të ringjallur. Tani dua që të shohim pak pasazhin më kyç në të gjithë dhjatën e re se si do të jenë trupat tanë. Është e Filipianëve kapitulli 3. Dua që ta lexojmë së bashku me zë të lartë. Mbase mund ta lexoni atë në ekran që të shohim të njëjtin version. Në rregull? Ja se çfarë thot. Sepse qytetaria jon është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformoj trupin ton të përuljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që t'i nënshtroj ndaj vetes të gjitha gjërat. Tani çfarë na tregon ky varg për llojin e trupit që ne do të kemi aty? Trupi ynë do të transformohet plotësisht në mënyrë që të jetë si trupi i lavdishëm i Zotit Jezus Krisht. Tani le të kthehemi tek 1 Korintasve 15 dhe le të shohim çfarë thuhet. Trupi ynë mbillet në çnderim dhe ringjallet në çfarë miq? Ringjallet në lavdi. Lavdia që kishte Zoti Jezus në trupin e tij të lavdishëm është lavdia që do të kemi ne edhe trupat tanë kur ne të ringjallemi nga varri. Kur apostulli na thotë se ne do të ringjallemi në lavdi, nuk duhet të dyshojmë për atë që nën kupton. Lavdia është përshkrimi i trupit të Jezusit.
trupat tanë të rinj do t'jenë ashtu si trupi i ringjallur i Zotit Jezus Krisht. Pikërisht për këtë flet edhe Gjoni kur na shkruan në letrën e tij të parë. Ai thot, shumë të dashur, tani jemi bijtë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, çfarë na thot më pas, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Kurse Pali kthehet me një mendim të fuqishëm në fund të mësimit të tij tek 1 Korintasve, le të shohim vargun 49 tek 1 Korintasve 15. Dhe sikurse mbartëm shembullimin e toksorit, është trupi ynë i tanishëm, do të mbartim edhe shembullimin e qiellorit. Ky është Jezusi. Ashtu si ne mbartim tani shembullimin e trupit ton të tanishëm, Adamin e vjetër, një ditë ne do të mbartim shembullimin e Jezusit, ne do të kemi një trup si të Jezusit. Për pak gati e titullova këtë mesazh, një trup si të Jezusit. Unë kam parë shumë libra që thonë trup si i filanit. Një ditë ne do të kemi një trup si të Jezusit. Tani në çfarëdo programi fizik që t'jeni mund të hiqni dorë, sepse ky është i duri. Ky është i duri. Por mund thoni, po pastor Jeremia, ky është një mendim i mrekullueshëm teologjik, por çfarë është trup si i Jezusit? Çfarë është trup si i Jezusit? Apo më lejoni t'ju tregoj se si ta zbuloni këtë? E vetmja herë kur ne si njerëz mund të vëzhgonim trup si të Jezusit ishte gjatë periudhës 40 ditore mes ringjalljes së Jezusit dhe kur ai u kthye në qiell. Dhe ju kujtohet se andej nga fundi i ungjive kemi një seri situatash kur Jezusi e tregoi veten me trupin e tij të ringjallur, pasi ai u ringjall dhe përpara se të shkonte në qiell. Dhe prandaj kur i shohim këto pasazhe, mund të mësojmë disa gjëra për trupin e Jezusit, dhe nëse trupi ynë do t'jetë si trupi i tij, atëherë ne dim se si do t'jenë trupat tanë, apo më kuptoni? Prandaj më lejoni t'ju tregoj 3 ose 4 gjëra që kam vëzhguar në lidhje me trupin e Jezusit gjatë 40 ditëve mes ringjalljes së tij dhe ngjitjes në qiell. Numri 1. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet. Ai kishte një trup të vërtet. Kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi tha se ai kishte një trup të vërtetë. Luka 24:39 lexojmë këto fjalë. Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk ka mish e eshtra si po shihni se unë kam. Ajo që duhet dini tani është fakti që ne nuk do të kemi një lloj trup shpirti i cili do të lundrojë rreth e përqark gjithmonë. Jezusi tha se ne do të kemi një trup të vërtet. A e dëgjua çfarë tha ai? Ai tha më prekni. Trupi im është i vërtet. Dhe një trup shpirt është një paradoks, nuk ekziston diçka e tillë. Nëse ne kemi një trup, ai nuk është frym, dhe nëse jeni në frym, nuk jeni në trup atëherë. Trupi i Jezusit ishte i vërtet, dhe kur ne të shkojmë në parajs, ne do të kemi trupa të vërtet. Trupa të vërtet dhe të transformuar si trupi i Zotit Jezus, kur ai u ringjall prej së vdekurish. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet. Dhe pastaj së dyti, diçka që do t'i inkurajonte pamas shumë prej jush, Jezusi hëngri në 2 raste. Nuk më shkon mendje të ndonjë pyetje që më është bërë më shumë se sa pyetja a do të ham ne në parajs. Prandaj nga del mendimi se kur të shkojmë në parajs nuk do të ham. Ushqimi nuk është thjesht për të mbajtur trupin gjallë, por është një përvojë e këndshme. Më dëshmon njëri për këtë? Disa prej nesh po e mendojnë, disave po u lëshon goja lëng tani dhe po mendojnë se çfarë do të hanë për darkë. E di, ju kuptoj. Por dua që të vëmë re disa gjëra këtu. Sërish, këtu kemi Jezusin me trupin e tij të ringjallur, Luka 24:42 dhe 43. Dhe ata i dhanë Jezusit një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti, dhe ai mori dhe hëngri para tyre. Gjoni 21:12 dhe 13, Jezusi u tha atyre, ejani të hanim mëngjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je. Duke ditur se ishte Zoti, atëherë Jezusi erdhi, mori bukë dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun, dhe këtu supozojmë se ai hëngri mëngjes me dishepujt e tij. Shumë njerëz kanë sugjeruar se në parajs ne do të mund të ham pa pasur ndonjë efekt negativ, jo refluks stomaku. Ne do të ham pa shtuar në pesh, sa mirë. Dhe më dëgjoni, kam menduar për këtë javë. Ne do të mund të shijojmë ushqime siç nuk kemi bërë kurrë më parë, sepse në trupin ton të ringjallur asgjë nuk do të mund të na heqë për sosmërinë e shqisës së shijes. Dhe sot mendojmë se bifteku është i mirë? O, Zot.
Çokolata nuk do të ketë më shumë efekt shëndoshës, më shumë se frutat. Wow. Ne do të mund të ham aty, por kuptoni që kur e studiojmë këtë, në bëhet e qartë se edhe pse do të kemi mundësinë të ham, nuk do të jetë e nevojshme. Ne do të ham për kënaqësi dhe jo për të mbajtur trupin, sepse kjo nuk do të jetë e nevojshme. Trupi ynë do të ruhet nga fuqia e Perëndisë që banon në ne. Prandaj ushqimi do të jetë vetëm një kënaqësi për ta shijuar. Dhe me qëra fjala, ne kemi një përshkrim të bukurisë së kuzhinës së pandërprer në kopsht. Dhe unë besoj se do të kemi një rikrijim të gjithë këtij skenari kur të shkojmë në qiell një ditë. Në rregull, pra, ne do të kemi një trup të vërtet, ne do të mund të ham, tani vini re diçka tret. Jezusi i tha Thomait që ti prekte trupin. Le të shohim vargun 27 e Gjoni 20. Pastaj i tha Thomait, vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia, shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos je mos besues, por besues. Edhe njëherë dua që t'ju kujtoj se trupat tanë, pas shndrimit ekstrem, do t'jenë trupa të vërtet, ashtu si trupat tanë të sotëm, vetëm se do t'jenë plotësisht të ringjallur, të ripërtërir dhe të rikrijuar. Ne do të mund të ham, ne do të kemi ndjesinë e prekjes, këtë e dim nga kjo përvojë. Jezusi i tha Maris që të mos e prekte. Ju kujtohet kjo ndodhi, edhe kjo ndodhi pikërisht në atë kohë. Te Gjoni 20, vargu 17, Jezusi i tha asaj, mos më prek, sepse enda nuk u ngjita tek ati im. Ne nuk mund të prekim diçka që është e paprekshme. Jezusi i tha Maris, mos më prek, sepse ende nuk u ngjita tek ati im. Pra, njerëzit gjithmonë më pyesin, në trupin tim të ri, a do të më njohin njerëzit, a do t'i njohin të tjerët? Jezusi në trupin e tij të ringjallur ishte real. Dishepujt e tij e njohën se kush ishte ai. Më dëgjoni pak. Ata e dinin që ky Jezus që ishte me ta pas vdekjes dhe ringjalljes, ishte i njëjti Jezus që ata e kishin njohur para vdekjes së tij. Ata e dinin kaq mirë këtë në zemrat e tyre, sa shkuan deri në vdekje duke shpallur realitetin e ringjalljes së tij dhe që ai u ngrit nga varri, i njëjti Jezus që kishte shkuar në varr por me trupin e tij të ringjallur. Ai ishte Jezusi i vërtet, të njëjtin Jezus që ata e njohën përpara, e njohën edhe më pas. Dhe kështu do të jetë edhe për ne. Kur ne të shkojmë në parajs, ne do të mund t'i njohim të gjithë njerëzit që kemi takuar këtu poshtë dhe ata do të na njohin neve. Për mua është e pamendueshme që në parajs ne do të njohim më pak nga sa njohim tani. 1 Korintasve 13:12 thotë kështu. Tani në fakt ne shohim sin pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikur se njihem. Ne do të kemi një aftësi më të madhe njohse në parajs nga sa kemi patur ndonjëherë në këtë tokë. E po, trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm, trupat tanë të rinj do të jenë të identifikueshëm, trupat tanë të rinj së treti do të jenë të pabesueshëm. Dhe them seriozisht këtë, të pabesueshëm. Vargu 43 thotë se ai do të mbillet i dobët dhe do të ringjallet në fuqi. Ne do të varrosemi në dobësi. A është e vërtet kjo? Kur një trup varroset, ai është pas një fuqi, pas një forcë, por kur ne të ngrihemi nga varri, do të jetë në fuqi. Në trupat tanë tani ne jemi të kufizuar në aftësinë tonë për të ruajtur forcën për një kohë të gjatë. A nuk është e vërtet? Bëhet gjithnjë më e vështirë, ndërsa plakemi më shumë. Ne punojmë fort për disa orë dhe pastaj raskapitemi. Por në trupat tanë të rinj, ne do të kemi aftësi dhe mundësi pas një lloj kufizimi. Asgjë nuk do të jetë i jashtë sferës së mundësive që do të kemi në trupat tanë të rinj. Në një rast, dëgjoni pak këtë, në një rast, Jezusi në fakt hyri në një dhomë pa kaluar nëpërmjet derës. Ai u shfaq në mes të dishepujve të tij, Gjoni 20, vargu 19 thotë. Pastaj në mbrëmje të pasaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbyllur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre, paqja me ju. Në trupin e tij të ringjallur, Jezusi i ka përceu kufizimet e kësaj jete. Toka nuk ishte asnjë fuqi për ta ndaluar atë dhe trupat tanë do të jenë njësoj. Së fundmi, trupat tanë jo vetëm do të jenë të pashkatrueshëm, të identifikueshëm, të pabesueshëm, por e katërta që Pali thot në vargun 44, trupat tanë do të jenë të pakufi. Ai thot mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Pali bën përpjekje të mëdha për të përshkruar ndryshimin mes trupit ton toksor dhe trupit ton qiellor.
Ai na tregon Adamin si ai që mban shëmbulltyrën e këtij trupi dhe na tregon Krishtin si ai që mban shëmbulltyrën e trupit tonë të ri. Pali thot se ne do të kemi një trup frymëror. Tani më lejoni që t'ju flas pak për këtë, sepse kjo është një çështje që sjell përshtellim të madh te shumë njerëz të Perëndis. Çfarë është trupi frymor? Ai nuk e ka fjalën për një trup jo material. Ne tashmë e dim këtë, Jezusi u prek, atë e prekën, Jezusi hëngri. Jezusi nuk kishte një trup shpirt në thonjza. Ai kishte një trup material dhe ne do të kemi trupa si trupi i tij, pra nuk do të kemi trupa shpirt në kuptimin që do të jemi si ndonjë lloj fantazme, nëse kuptoni ç'do të them. Ne do të kemi trupa të vërtet. Pali këtu po na flet për një trup real që nuk kontrollohet më nga dëshirat fizike, por një trup të vërtet që tani kontrollohet nga fryma. Trupat tanë të rinj do të ekzistojnë në një plan më të lartë dhe trupat tanë të rinj në vend që të drejtohen nga dëshirat tona do të drejtohen nga fryma e shenjtë. Kështu pra është një trup frymëror. Ndryshimi themeltar mes një trupi natyror dhe një trupi frymor është se i pari është i përshtatshëm për jetën në këtë tokë, kurse trupat tanë frymor do të jenë të përshtatshëm për jetën në parajs, për përjetësinë me Perëndin. Trupi natyror kontrollohet nga mendja, trupi frymor do të kontrollohet nga fryma. Dhe Pali na thotë se me trupat që kemi tani nuk do të mund të jetojmë dot në parajs. Vargu 50 i kapitullit 15 thotë edhe këtë po ju them o vëllezër se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. As prishja nuk mund të trashëgojë pa prishjen. Ai po thotë se kështu siç jemi tani, me trupat tanë të tanishëm, ne nuk mund të funksionojmë në dimensionet e parajsës. Por Perëndia do të na jap trupa të rinj të vërtet, si këta që kemi tani, vetëse plotësisht të rindërtuar, të transformuar dhe jo më të drejtuar dhe të kontrolluar nga dëshirat e mishit, por të drejtuar nga dëshirat e frymës së shenjtë. A e kuptoni sepse me kaq pasion përpiqem që të marr njerëz në parajs me mua? E dini se çfarë? Dua që asnjë të mos e humbas atë që Perëndia ka planifikuar për fëmijët e tij. Prandaj sot duhet t'ju bëj një pyetje. A mund të mendoni ndonjë arsye se pse nuk do të donit që t'i besonit Jezus Krishtit? T'i kërkoni që t'ju falë për mëkatet dhe të bëni një rezervim në parajs, që është gjëja më e sigurt që mund të ekzistojë. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonet një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në moment vendimtar.